një shtëpi kaq e bukur dhe e thjeshtë i bën festat të gëzueshme. Bëhet fjale për shtëpinë e bukur të çiftit Elli dhe Lunushes. Përpara se të vinë festat, Kiara ka marrë masa që çdo gjë të jetë e pastër në detaje. Falkesaj, ajo ka bere të mundur që të hap dhe pemen dhe të filloj të zbukuroj me zbukurimet e Krishtlindjeve. Një shtëpi e bukur e thjeshtë e plot rehati, një kënd i pastër, 3 jastek të bukur të cilët nuk janë thjesht jastek, por janë të personalizuar. Luizi, Kiara dhe Luna. Kjo ishte një dhuratë ku Kiara e mendoi para 2 javësh dhe e realizoi menjëherë tashme. Ajo beri edhe pastrimin ku së bashku me Luizin janë duke bere dhe relamen, por këtë radhë pastrimi do të bëhet nga kompania e pastrimit që shtëpia të jetë gati për atmosferën festive. Gjithashtu çifti gjatë kësaj reklame bën dhe batuta gazmore. Por a do ta lej trazovacia e vogël shtëpinë pa bere rëmuje? Kjo mbetet për tu pare, pasi Lunushi i ka qef dritat dhe zbukurimet dhe si çdo bebe i merr e i trazon, sepse kështu e kanë bebet e vogla, i trazojnë e i bëjnë remuje e pourime. Kiara dhe Luizi, për pastërtinë dhe për këtë super organizim festiv ne vijim do të shohim zbukurimet dhe pemen. Ju urojmë shikim të këndshëm të gjithëve. Kuzhina nga po të filloj me tallonin e nej. Po ai Luizi, pse është kaq pis? Pse ka po shpim kështu? Si jeton me teje? Nga kuzhina dhe banja tek dritaret, dysheme, cepat dhe vendet që normalisht nuk i prek dot vet. Ata i pastruan të gjitha me imtësi dhe profesionalizëm. Lloji pastrimi gjeneral është i domosdoshëm të paktën një herë në vit, sidomos para festave kur duam një shtëpi të rregullt, të pastër dhe plot harmoni. Gocat e Extreme Cleaning e kanë bërë shtëpinë nxit. Ju dukshin duart goca. Super. Se doni një pastrim ekstremisht të detajuar dhe një shtëpi që shkëlqen, Extreme Cleaning është kompania që duhet të thrisni. Jam super e kënaqur me rezultatin dhe sinqerisht do e bëja dot kur vet kaq mirë. Çdo cep dhe sipërfaqe u lasi e re dhe aroma e pastërtisë u ndjeshë në sekondën e parë. Doni të bëni rezervimin tuaj për një shtëpi më të pastër dhe më të rregullt. Para festave, shtëpia ime kishte realisht nevojë për një pastrim gjeneral dhe këtu hyri në lojë Extreme Cleaning. Ekipi i tyre erdhi në kohë të pajisur me çdo gjë të nevojshme dhe nisën një pastrim gjeneral nga ato që me të vërtet bëjnë diferencë. Kuzhina nga po të filloj me tallonin e nej. Po ai Luizi, pse është kaq pis? Pse ka po shpim kështu? Si jeton me teje? Nga kuzhina dhe banja tek dritaret, dysheme, cepat dhe vendet që normalisht nuk i prek dot vet. Ata i pastruan të gjitha me imtësi dhe profesionalizëm. Lloji pastrimi gjeneral është i domosdoshëm të paktën një herë në vit, sidomos para festave kur duam një shtëpi të rregullt, të pastër dhe plot harmoni. Gocat e Extreme Cleaning e kanë bërë shtëpinë nxit. Ju dukshin duart goca. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi